për të vazhduar pastaj me arsimin e lartë falas, nga i cili kanë përfituar 10 mijëra student, shto këtu mbështetjen me më shumë se 18.000 bursa në vlerë nga 1.000 deri në 10.000 euro, nga viti 2021 deri së vjetë vitin 2026. Për të mos harruar edhe rritjen e vlerës së bursës nga 700 euro sa ka qenë në 1.000 euro sa është tani. Në këtë mbështetje përfshihen rreth 7.300 bursa në fushat STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, dhe ofër 9.700 bursa elitare për studentët me notë mesatare më të lartë se 9. Por edhe ofër 250 bursa në vlerë 7.500 deri në 8.500 euro për studentët e doktoratës në top 500 universitetet në botë. Gjithashtu janë financuar ofër 700 studentë tonë të nivelit bachelor dhe master që kanë studiuar ose po studiojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francë, Japoni, Hungari e në vendet të tjera. Pikërisht këtu e shohim përgjegjësinë tonë si institucione, jo vetëm të themi të rinjve bëhuni pjesë, por të krijojmë hapësirën dhe mundësitë që realisht ata të bëhen pjesë. Gjatë kësaj periudhe si Ministria e Sportit dhe Rinisë kemi punuar në këtë drejtim, kemi avancuar iniciativa që lidhen me mobilitetin e të rinjve, sepse besoj se një i ri do të ketë mundësinë të shkojë përtej kufive, të mësojë nga përvojat e tjerëve, të krijojë kontakte dhe rrjete të reja dhe më pas të sjellë ato përvoja përsëri në vendin tonë. Është një i ri që ka një ide të mirë, por nuk e di ende si ta realizoj, është një ri që ka talent, ambicie dhe vullnet, por përballet me pengesa që nuk varen vetëm nga puna e saj, është një i ri që dëshiron të udhtojë, të mësojë, të fitoj përvojë, të jetë vullnetar, të merret me sport, apo të ndërtoj një biznes, por ndoshta nuk e di ende se ku ta gjej mundësinë e duhur.